Actually, stop your no, stop. Ti se unë vetëm për ty do të vuaj. Do të shkrije me një grimsle të mbes. E do ti se unë qua me huaj. Ska kurtim që jetoj, më mirë është të vdes. Mere për shpirë e hidhe ku të duash. Mere mos pyt se ti nuk di të fuash. Mere liron nga pranga e trishtimi. Po më mbyt hidhërimi. Mere për shpirë e hidhe ku të duash. Mere mos pyt se ti nuk di të fuash. Mere liron nga pranga e trishtimi. Jo s'më takon gëzimi. Jeta i me mban mbi super dhenje. Ti jeto se për mua s'ka jet. Sa her tras emrin tënd për jetoj shenje. Ndjehem në shpirt pa identitet. Mere për shpirt e hidhe ku të duash. Mere mos pyt se ti nuk di të fuash. Mere liron nga pranga e trishtimi. Po më mbyt hidhërimi. Mere për shpirt e hidhe ku të duash. Mere mos pyt se ti nuk di të fuash. Mere liron nga pranga e trishtimi. Jo s'më takon gëzimi. Mirëmbrëma shikues të Ziko TV-s të emisioni Gjurma, jam unë Dona, jem këtu me këngëtarin e re, por shumë njohur Adelina Berishan. Adelina, mirëmbrëma, faleminderit që ke gjetë kohë për neve. Mirëmbrëma Don, faleminderit shumë edhe juve, gjithë stafit Ziko TV-s. Është hera e parë që po bëj intervistë në Ziko TV, edhe pse pak me vonis se është një televizion që shikohet shumë, i përshëndes gjithë shikuesit, kështu që edhe një herë faleminderit shumë. Më në fund u gjendë me bo intervistën. Pa problem, gjithmonë gjendet një rrugdalje. Adelin, deshta me të pyet për klipin e ri. Ti me njerë në tema ashtu, me kënë ke bashkëmnu spori rreth këngës, ku se ka po tekstin, orkestrimin e këto, pasaj flasim edhe për klipin pak. Po e do në këngën e ka bu Virusi. Kënga është një edhe ma herët në për televizione, do më thëmë për vitri që e kumë bo, pasaj në për DVD të ndryshme. Gjithashtu, ja kumë vendosur me ja realizu edhe klipin, pasi që kënga është dëgju, do më thënë është pëlqy prej publikut.
Klipin e kam bërë të shtëpia filmike Magic A. Do t'jam shumë tri, po më ka pëlqy shumë që kanë realizu klipin, ashtu me do skena shumë nice më ka pëlqy, kështu që mirë ka dalë. Po menoj, ma mirë din me vlerësu publiku, edhe ty ka... Më ka pëlqy shumë, po, edhe të na është pëlqy shumë, edhe në televizion po kërkohet shumë, suksese, urime, s'po di qa me... Faleminderit shumë e donë, edhe ty, edhe personalisht Zikon e kom shumë për zamër. Mirë, po, kisha thonë që me shtu diçka, që krejt konga, do me thonë e krejt është realizun me ndihmën e menaxherit tem, Florin Halitin, që e përshëndes shumë, jena të punu shumë, kështu që tash ta këshyrim rezultatet e fundit. Si gjithmonë maksimale kanë, më qenë për mirë, më staroj me cek. Adelin, të pës diçka edhe për në të ardhmen, qa ke vendosë me bo këtë verë, ka ke mu gjind, po menoj me lidhur rreth profesionit kështu. Na i kong trena album? E dun kom shumë plane, s'pi zbuloj krejt, mirë po menoj që albumin kom e bo shumë shpejt, edhe kom e shkput edhe një këngë edhe një spotri për albumit, po ashtu edhe do t'jemi angazhu me mramje verës, kështu që ma tutje flasim në për intervista tjera për verës. Ka problem, këtu jem ne. Okej, Adelin, falenderit shumë që ke gjetë kohë me neve me bo këtë intervist, edhe pse u deshtë ma herët, po s'ka problem, suksese. E donë falenderit shumë edhe ty edhe gjithë stafit Zikos, jeni shumë të mirë. Ziko TV.